Në ka vdekur gjyshja dhe brenda 6 muajsh më vdiqet e gjyshi dhe Xhaxhai vendosi një kokë gjeli në arkivol dhe sheqer dhe oriz. Kur mbarun shtatat u kthym sërish tek varrezat. Dhe kemi frikë mos ka një vdekje tjetër në fis sepse i kishte sytë e hapur e ndjera. Ka dhe problem, thotë, kam dhe babën smur dhe më ka thonë që do të vdes. Vdekja dhe jeta është në dorë të Zotit, Zoti e menaxhon. S'ka lidhje kjo as me orizin, as me sheqerin, as me kokën e pulës, as me kokën e delës, as me kokën e viçit, lopës, deves. S'ka lidhje kjo punë. Këta janë besutni, besime supersticioze që i kemi të trashëguara nga xhahilijeti. E çudi e madhe, njerëzit s'dinë si të falen e si të luten gjëra që janë nga feja, ndërkohë që trashëgojnë kështu lloj gjëra që s'kan asnjë lloj origjine nga feja dhe besimi. Kështu që në punë të Zotit, çfarë të ketë shkruajt Zoti do të ndodhi, kokat e gjelave dhe të pulave nuk ruajnë e nuk devijojnë, as nuk e trembin me lekun e vdekjes. Nëse është tis me amor shpirtin dikujt, jo kokë gjeli me fut aty, po me fut kokë macje, ai ka për të ardhur.